Mirë mrama shikus të ndërum, sonte e kemi një mysafir për mu, se cili mysafir që është bashkë me mu në emisionin Jetë o Jetë, është special sepse e bjen me vetin një rrëfim, një tregim dhe çka përfaqëson. Me mu sonte është deputeti Veton Berisha. Veton, mirë se erdhe. Mirë si u gjeta Jeton, faleminderit shumë për ftesën. Të mbeta për Borxh me tregu edhe Vetoni vjen nga partia PLE që quhet Partia Liberale Egjiptiane. Veton, edhe njerë mirë se erdhe, qështu ka jeton komuniteti egjiptian, po menaj, në kuptimin qështu po jeton, apo bën jetë cilësore, apo qështu, rëmpall, të provu mja dalë. Veton, faleminderit për ftesën, edhe shumë respekt për emisionin tuaj, Jetë o Jetë, një emision që une me kënaqësi kam pranu ftesën për të ardhur. Një pyetje jashtëzakonisht e rëndësishme, edhe për mu është një gjë me të cilën merrem çdo ditë. Domethënë, jeta e komunitetit egjiptian është një jetë e cila bëhet... Sa anëtari numëron komuniteti egjiptian në Kosovë? E ke këtë informat? Po, tash në registrimin e fundit të popullsisë, statistikat që kanë dalë, cilat janë të papranueshme për neve, domethënë, sepse është një rezultat i cili nuk përkon me realitetin në cilin ne jemi, sepse ka qenë një proces i regjistrimit i cili nuk ka shku ashtu qysh ne u dash, për shembull 10.000 e diçka ka dalë, për dallim prej para kësaj radhe kur është bërë regjistrimi, kemi rreth 3.000 më pak. Okej. E që i bjanë që në kushte normale se cila popullsi është rritë, ndërsa tek ne ka rani. Okej. Ndoshta është edhe falë mos kujdesit tonë që na nuk i kemi besu shumë institucionit të agjencionit statistikave, edhe si duket regjistrues të nuk kanë qenë korrekt në teren, dhe ta kanë regjistruar ashtu qysh ju ka marrë mendja, dhe kem plot raste kur nuk i kanë pyet fare për përkatësinë etnike. E kam shumë e rëndësi, 10.000 antarë të komunitetit egjiptian. A kem naj profesor nga ta që punon profesor? A kem nga ta naj bankier që punon në bank? A kem nga ta naj polic? A kem nga ta naj ushtar? A kem nga ta, nga ky komunitet që punon në administrat, përveç juve që e keni mbështetjen popullore, edhe shkoni edhe përfaqësoni komunitetin në kuvendin e Kosovës. Sa nga ta janë, si me thonë, të përfaqësuar, që me ndjekit shtetë si të vetën, që si len anash, që ata janë të barabartë, sepse na, kështu goje në kena plot, duke thënë që ne jetojmë në të drejtat të barabarta. Po kur shkojnë në bankun, për shembull, a munde me pa në aty të komunitetit egjiptian duke punu? Realitetin edhe sa jemi ne të përfaqësuar me shohim të gjithë ne çdo ditë, kudo që shkojmë, nuk është që hasim në pjesëtarët e komunitetit egjiptian në këto institucione, nuk është që nuk kemi në numra, domethënë ne identifikojmë në numra ndoshta deri në 10, edhe në krejt këto që ai përmene, 10 deri në 20 persona që mund të jetë në tanësi në Kosovë. Nga ky komunitet prej 10.000 veta, eventualisht si ne të kënaqur, dakord, domethënë po thuhet që veç 20 veta janë? Përafërsisht sepse ne kemi ka qenë ligji për shërbysit civil, tash është ligji për zyrtarët e lartë publik. Në një kohë ne kemi pas një studim dhe kemi dalë në teren dhe kemi kërku me identifiku ata persona, dhe kështu kanë dalë, përafërsisht në këto shifra janë, për shembull 2-3 profesor, 1-2 në administratë publike, kur i mbledh rreth 20, maksimum 30 mund dalin në tënësi që janë në shërbime publike. Edhe kjo na van mos me uni mirë. Kryesisht, për shembull, varësisht edhe prej zonave, duke gjendë mund të ketë më tepër të përfaqësuar në për këto institucione, për shkak ndoshta që janë më këmbgulsa, ndoshta janë më tolerant, ndërsa në pjesën tjetër të Kosovës, domethënë numërojmë shumë më pak, edhe kjo me ju thonë drejt është pa përgjegjësi institucionale. Po flas në përgjithësi, domethënë prej kohësh nuk ka pas një vullnet që kanë dashur
me integru realisht komunitetin. Ka raste vetëm kur ju kanë dashur statistikat për të raportu dhe për dalë mirë, për ndryshe, e thëmë me përgjithësit plot, nuk ka një vullnet që se cili pushtet që vjen edhe me dëshmu që ka vullnet me pas një institucione, me qenë të përfatsuar, me qenë me shërby, sepse të ke fundit krejt të pozita që ti përmene janë me shërby. Ne po kërkojmë me shërby, ndërsa shteti nuk në epë këtë mundësi. Nuk po e mundësën, kush po i penalizën? A është mos përgatitja shkollore, apo qka është problemi pse komunitetin nga 10.000 qytetarë, plus 3.000 që dyshani që nuk është numru mirë nga... Jo, janë shumë ma shumë, po kjo është një temë tjetër me cilën nuk kam u marë. Dakor, po e rrith e kësaj, edhe qatë 3.000 për shkak që t'jemi korekt nga ajo që ju potencialisht keni dyshime. Në më thonë, hipotetikisht, ne po themi që janë 13.000 antarët e komunitetit, në më thonë, a nuk janë të përgatitur në aspektin shkollor, që nuk mujnë me zonë pozicione të rëndësishme në këtë shoqëni, apo penalizohen që janë pjesë të komunitetit. Një gjë më banë shumë të lumtur që komunitetit egjiptian, pjesëtarët e komunitetit egjiptian, e kanë vedijen e plot që është e rëndësishme shkollimi tyne. Dhe këta, shumica nga ta kanë ndërmarrë veprime edhe në kushte të rana, por kanë arrit shkollon dhe ta kene një nivel të mjaftueshëm të edukimit për që janë pjesë e këtyre institucioneve. Edhe kjo nuk është e mjaftueshme. Domethënë, her pas here ju e dini që në Kosovë pjesa më e madhe e këtyre që punësojnë do ta kenë një lidhje dikon sepse zakonisht në këto konkurset publike, edhe kur kërkohen vendet e garantume, domethënë nuk krijohen ato kushte ku njerëz ne mund t'i plotësojmë. Tek e fundit ka obligime ligjore në secilin institucion publik të ketë deri në 10% pjesëtar të komuniteteve jo shumicë në këto institucione. Po e marr, nëse 100 persona janë të punësuar në një ministri të caktuar, ajo ministri ka për obligim 10 nga ata t'i ketë nga komunitetet. Ty nëse hyn edhe i verifikon ministritë të caktuar të linjës cilat shërbejnë edhe në departamente të ndryshme, kjo përqindje nuk ekziston fare. Domethënë ti mundesh me i gjet 2-3 persona në krejt ministritë që shërbejnë. Dhe paramendoni tash i kemi veç 15 ministri në të kaluarën ka pas më shumë, dhe ti gjen në krejtat në 80.000 shërbys civil, tek ne numërohen 2, 3, 4, 5 maksimumi dhe s'ka të tjerë. Dhe kjo na bën më të përgjithshëm edhe normalisht na jep edhe në farë mënyre na jep obligim që ne me ngrit zonën dhe me kon këmbgulc në ndryshimin e kësaj gjendje. Me ju thënë drejt, është pak zhgënjyese kështu. Cila është arsyeja që, për shembull, kur krahasohemi edhe me të tjerë brenda komuniteteve, dallojmë dukshëm me përfaqësimin tonë nga për shembull komuniteti turk, komuniteti bosnjak, goran, madje për serb s'po flasim hiç, ata janë të mbipopulluar me pozicionet që i kanë pas. Madje edhe kur janë larguar ne ju bëjmë thirrje që ata mu kthy për shkak të situatës politike, i lusim të vinë, edhe i kanë pozicionet e gatshme, ndërsa ne kemi plot vullnet që të jemi pjesë e institucioneve dhe kjo mohohet, edhe sepse në një farë mënyre e kam përshtypjen që neve na paragjykojnë. Edhe në këtë demokraci që ne jetojmë, hala dominon rregulli i të fortit. Domethënë, në qoftë se komuniteti serb e ka mbështetjen e shtetit fqi, ata janë më të pozicionuar se sa jo që e keni pranu faktin që kjo është kjo. Po. Deri në kohën kur ka pas që janë largu ai vendimi tyne që u mor për të largu nga institucionet, komuniteti serb ka qenë jashtëzakonisht mirë i pozicionuar. Domethënë ka qenë në pozitat nuk i pas institucion që nuk ka institucion publik, në secilën institucion që nuk ka pas personat që kanë shërbyer që janë kënd komunitetit serb. Nuk jam kundër atyre, domethënë. Absolutisht, jo, na veç pengjojmë një paralele në mes të asaj. Nëse krahasohemi, domethënë, nuk është bërë asnjëherë një ballans, domethënë që ato institucione sepse shpesh e kanë mbulu, në 70% e kanë mbulu, por e kanë mbulu vetëm me një komunitet. Dhe kjo është e padrejtë, sepse ato në listë thuhet që duhet të jenë 10% pjesëtar të komuniteteve. Të përfshira. Të një komuniteti të përfshira nga gjitha komunitetet. Po sakt. Edhe kjo shpesh është keq përdorur në këtë formë 10%, por kanë qenë të përkushtuar vetëm një ministri. Ç'është është komunitet. Interesimi për shkollim? A janë
A i vijojnë mësimet i gjithë komunitetin, normalisht që të paktën cikli ullt mos tjetë t'i krijohet një bazë. Qysh është gjendja me arsimin? Ka pas shumë arsye dhe ka pas plot raste kur ka qenë braktisja në mas të madhe. Edhe pjesëmarrja në edukim nuk ka qenë i kënaqshëm. E pse po të braktisja? Sepse nuk janë kriju kushtet as të mira, edhe njerëz nuk kanë pas motiv tek e fundit, domethënë edhe rrugës e kanë ndërprer, sepse kanë qenë të detyruar të merren me punë, rrugë, me veprimet e tjera dhe kjo... Ka shty gjendja ekzistenciale. Po, ka plot raste kur fëmijët janë largu nga shkolla sepse prindërit nuk kanë pas kushte për t'i çuar në shkollë, edhe ma lehtë ka qenë për ta t'i ndalin se sa të sigurojnë të ardhuna për ta për t'ju ndihmu, ose ka pas raste kur fëmijët e kanë braktisë ndoshta edhe pa vullnetin sepse nuk e kanë gjetë veten shumë mirë në klasë, nuk janë trajtuar mirë. Nuk janë prit. Nuk janë prit mirë. Kemi plot raste kur besoni që ndoshta edhe çdo ditë marrim informacione që shpesh trajtohen jo mirë, jo barabartë, po shpresoj që familja sot para se marr këtu, kam pas një informacion në një fshat të një komune caktuar kur një drejtor ka pas një ndërhyrje ndaj një vajze atje, edhe si duket ndërhyrje fizike, dhe unë po pres që ata ta bëjnë punën e tyre, edhe sigurisht që kanë ndërhyrje fizike, ka pas dhunë, ka ushtu dhunë fizike ndaj një vajze të komunitetit të egjiptian. Para se unë të vija këtu e kisha një informacion, edhe unë ju dhash për krajet plot, urnani çka do që doni, jemi të gatshëm, si duket ata vendosen me njoftu institucionet e sigurisë. Edhe unë përshpresoj që ai rast ka me u trajtu, domethënë plot rastet të izoluara që ndodhin në... Vetan, a vjen kjo situatë e bullizimit, jo pritjes së ngratë, edhe nga stafi arsimor, apo veç nga nxënësit? Ne tash jemi 10 vite, unë jam personalisht 10 vite aktiv në politikë. Edhe çdo ditë merrem, ky është misioni im për të marrë me probleme të tilla. Nëse kthehemi në ku, domethënë me qindra raste kemi kur ka ndodhur edhe mbrana shkollës, edhe nga mësimdhënësit, po edhe nga fëmijët përreth. Akoma praktikohet kjo pjesa e uljes mrapa, domethënë tek pjesa fëmijët. Fëmijët e komunitetit i ulin në fund. Po, është në praktikë. Edhe kemi plot, për shembull, ka pas rast kur në një ditëlindje të organizuar në klasë, fëmijët nga komuniteti janë ndarë në një pjesë, të tjerë në një pjesë. Ka plot raste që nuk na bëjnë me undi mirë. Për shembull, në një... Pse ndodh kjo? Keni folur me mësues apo? Shkon te mësuesi e thonë, Verma një fëmijë shqiptarë edhe një të komunitetit të që zëmë të këshyrë, qka kanë këta, qa o dalimi, pse i keni do? Një rast, ne merremi edhe qojmë dhe në fund dhe ndodh një kërkim falje. Pse dohet, më falë, po dohet më ndërprej, po pse dohet me ndërmarë hapa vetëm kur ndodh? Që kjo për mu, qka nuk po pajtona me juve, pse dohet me ndërmarë një hap konkret veç kur ndodh rasti? Pse nuk insistoni vazhdimisht që ky fëmijë nuk dallon kur gjë pikë këtij fëmijës, edhe pse që ky fëmijë duhet me kanë këto, e pse nuk duhet me kanë me këta fëmijët këto? Ne kemi bazë ligjore që secili rast mundet me u trajtu nga institucioni ndoshta edhe me vepër penale. Ala një rast në Kosovë s'ka ndodhur që institucioni ka trajtu ashtu që duhet një rast qoftë racizmit, qoftë dhunës, qoftë segregimit, qoftë inferiorit, qka do tjetër? Bullizimit, qka do tjetër? Derisa nuk ka një trajtim mbi bazën ligjore dhe dikush me u ndëshku. S'ka asnjë rast. Asnjë rast. Edhe me u ndëshku që dikush ka ndërmarrë një veprim caktuar edhe e ka marrë ndëshkimin nga shteti, deri në atë moment kanë menduar këtë raste sepse është kuptuar në opinion ti mundesh me bë çka dush, se s'ndodh kur gjë. Domethënë është shumë normale, mundem dikon me bë me u ndikes, mundem me ofendu, mundem me trajtu mënyrën jo mas njerëzore, edhe nuk edhe ti se merr hakun e merituar, në rregull jeti. Nuk merr kërkush asnjë lloj vërzi. Na tash në këto raste po e bëjmë punën tonë. Po e bëjmë deri te me kuptu institucioni i sigurisë, për shembull me kuptu policia, me kuptu prokuroria, me kuptu masa, edhe mandej u mbetet aty. Se çka ndodh pastaj, domethënë kjo ndoshta me një kërkim falje dhe përfundon i lirë edhe normalisht i tani pastaj përsëritën. Unë jam interesuar që njerëz mu vetëdjesu vetë edhe me kuptu që njerëz tonë, komuniteti egjiptian, janë qenë një njerëzore.
Zoti ka kriju. Zoti ka kriju në mesin një familje ose dy prindve që i takojnë një komuniteti që mund tjetë qoftë ma zëshkan, ose me udok ma ndryshë, ose i takon një komuniteti pakic, por kjo nuk është në dorën tonë, është në dorën e të Madhit Zot. Edhe pse dikush do të me kanë kundër vendimit të Madhit Zot që ne jemi pjesëtarë të atij komuniteti. Sepse shpesh unë e di që edhe nga këtu kemi me marë komente shumë ofenduese që me dëmek ne po i ngrisim në masë ma të rritun se sa që është. Edhe ofendohemi edhe ne në këtë aspekt. Por unë personalisht nuk ndalemi se luftuari çfarë do padrejtësie që ndodh në komunitetin tim, por unë kam raste kur kam mbrojt edhe të tjerë kur ka ndodh padrejtësi. Në misionin tim është që mi ndalu të këqijat që ju ndodhin njerëzve bazum në dukje, bazum në ngjyrë, bazum në përkatësinë etnike, dhe unë mendoj që njerëz do të me jetu të barabartë. Pse unë do të me uni ma mirë në Gjermani, në një shtet që s'është fare jemi, ja im trajton shumë mirë ashtu qysh jam, sepse jo rasisht gjithë tentojnë me shku anej, sepse ai shtet i trajton mirë. Ai shtet nuk lejon askënd që ta trajtojë mbi bazën e dukjes, ngjyrës, po ai jap mundësi. Ne kemi diskutuar shpesh bashkë qysh ka mundësi një pjesëtar i një komuniteti tonë, këtu jeton duke mbledh hekurishte. Mos më harxho ti. Sa në Gjermani kthehet, shkon një vit dhe kthehet i pasun, nxjerrin me blen një banesë këtu, edhe me kanë njëri person i suksesshëm. Po këtu diçka nuk funksionon në sistem. Domthon kjo është si pasojë që shteti mujna me thonë lirisht në shumë pika ka dështohu, po unë e menaj që pika ma ndjeshme është kur komunitetet jetojnë jo kënaqshëm në një shtet. Domthon aty shihet përgjësia e të madhit, në kuptimin sasior. S'po flas për nga madhësia. Ka barën e përgjësisë në raport me komunitetet që janë ma të vegjla. Në qoftë se ne sillemi mirë, atëherë ne tregojmë që jemi për një shtet demokratik edhe për një jetë mëzilësore. Po mendimi jam s'ka fare rëndësi. Sepse sot për me dhonë mendim, përgjithësia i takon shumicën edhe për të kujdesur për pakicën. Po, patjetër. Këtë rastin është kjo e ditur, e dukshme, edhe është përgjithësi. Vetëm me çfarë të ardhurash jeton ky komunitet? Qa është lloji i punëve, mirangonja 4-5 lloje të punëve që këta i bojnë për me majtë familjen edhe me të gjallë që thojnë ana, mi qu fëmijëve buk me hangër. Jeton deri këto vitet e fundit, burimi kryesor. Ne kemi një fat që shumë pjesëtar në secilin familje, të paktën e kemi dikën që ka dalë jashtë. Edhe kjo u kanë shpëtim për neve për faktin që ai që ka dalë jashtë është kujdes edhe për pjesën tjetër të familjes tonë. Domethënë diaspora për ne ka qenë kyçe për të mbjetu tjerat familjarë tjerë cilë kanë qenë këtu. Kjo kanë baza kryesore e ekzistencës tonë. Her pas here njerëz janë mundu me shërby në punë cilat jo shpesh janë të mira, po megjithatë njerëz e kanë gjetë edhe formën e të ardhuna. Për shembull, kanë dalë mbledh edhe në punë që s'janë ashtu dinjitetshme, por megjithatë ata e kanë bërë punën e vet edhe kanë mbijetu. Kemë edhe punëtorë zanatli shumë të mirë për shembull, që kjo është mirë, por ata kanë qenë të papërkrahur. Zanatli që janë me vlera, edhe ata së fundi është po ashtu mirë sepse kemi disa ndërmarrës edhe nga komuniteti që kanë bë bizneset cilat tani kanë marrë edhe të tjerë dhe e kanë rritë punësimin. Po ashtu edhe biznes si përmarrës shqiptarë, domethënë që kanë biznese, po i pranojnë her pas here sipas nevojës, sepse tash fuqia punëtore është goxhan mungesë, edhe për ne u fat sepse tani gjejmë vend në punë, sepse në mungesë të fuqisë punëtore, sigurisht që për ne është bë pak më mirë sepse kanë mundësi me marrë. Në kësi forma njerëz po ja dalin shpesh duke po jetën, sepse në përgjithësi ju e dini që sa vështirë është bë për të mbijetuar këtu. Jo vetëm nga komuniteti egjiptian, por tonësi. Paramendo kur ti je edhe një pjesëtar i një komuniteti ku në shumë mekanizma nuk merr pjesë dhe nuk je vendimmarrës, domethënë ti e ki dy fyshat atë pamundësinë për me bë më tepër. Me thënë drejt, kanë herë çuditem se si njerëzit ja dalin me kalu mujin.
Domethënë janë disa marrin edhe disa shtesat për fëmijë që janë minimale ose nëse në social edhe pse ka shumë pak familje, sepse ligji për skemën sociale është goxha diskriminues. Në momentin që fëmia jam rrin me pas moshën 5 vjet, janë ndalin socialin, ose nëse një pjesëtar i asaj familje e mrin moshën 18 kohës punës, janë dalin, ndërsa në anën tjetër nuk i sigurojnë punë. Janë dalin qatë skemën sociale, në anën tjetër këtu ishtë është me asiguru punën, pastaj me anën sociale. Po, patjetër. Politika, sipas me, duhet me ndryshu në mënyrë urgjente, mundësia parë e imja që do të jetë, unë do të ndryshoj atë ligj, do të tentoj të ndryshoj për shkak që ai ligj është goxha diskriminues. Skema sociale jepet për persona që janë në gjendje traunë ekonomike. Kjo është kriteri. Po, vetëm pas kanë të ardhuna, nuk mbetet rrugë tjetër për vetë skemave sociale. Na që punojmë televizion jena mu anku. Jo që jeni atje, nuk jeni për mu anku. Jo do të mi dha drejtim. Sakt. Se në qofë se edhe na ankuhemi, edhe ju ankohu, e qka me bo tash? Ideja, qka me bo tash që jo si politikaj, jeni dalë në zjedhe, na keni kërku votën, e na dalë ju kena votu. Kush majtas, kush djathas, kush drejt, se cilin preferencen e vetë. Ju jeni shku në kuvend, Allah. Keni thonë votëna se na që shtetë kena me bo ma mirë. Pse Allah se një ka bëni ma mirë. Tash unë po të bëj pyetje jo si pjesëtar i komunitetit, si pjesëtar i parlamentit që më përfaqëson edhe mu, edhe secilin qytetar. Se vëllas për bëni ma mirë, a për dini halët e qytetarëve. Po, absolutisht. Unë jam deputet i Kuvendit të Kosovës. Domethënë i zgjedhur. Qaç, domethënë çtu ma kaput, deputet i Kuvendit të Kosovës, s'ka rëndësi pe çfarë parti vjen. Këtë rast unë e kam një përgjegjësi. Unë e kam një përgjegjësi publike, jam deputet i barabartë me secilin deputet atë. Po, s'kam qef të emisioni jam as me potencu që to të barabartë. Na jem të barabartë, unë e te jem... Po. Edhe unë me... Tash po të lipi përgjësi si përfacu si jemi në kuvend. Tash moj me spostu vetën, sepse unë jam i një komunitet pakicë, por nuk bin atë nivel. Unë kam shku aty... S'ka rëndësi për një vot, themrat në lukë qafës jenë ka ju prekin. Unë jam deputet i Kuvendit të Kosovës, si që thash, mbaj përgjegjësi publike për çdo veprim timin që unë e kam aty. Unë, kur kam shku, nuk kam shku vetëm si numër, por unë konsideroj që kam shku edhe si kualitet. Si personi cili kam hyrë në politik për të bërë ndryshime në të mirë të qytetarëve të Kosovës, dhe kur vje puna veçantë për komunitetin tim e gjithë. Tash, në situatën në cilën ne ndodhemi, është një situatë e cila është jo më e mira mundshme. Përkundrazi ma e keqja mundshme. Ty i ditë ke që të halë që i diskutu? Tani, ty i ditë krejt? Ditë që shë Kosova në përgjithësi. Në përgjithësi? Edhe qka e pret Kosova, në qfar veprimet shpejta i shdo është me kanë duke ushtyme shtetet në rajon për të zhvillu, Kosova ka ngecë në momentumin e zgjedhjes së kryesisë kuvendit. Dhe më thonë, jemi në rondin në 25, nëse s'gaboj. Po, 25 ishte të... Herën e fundit. Të hënën, qofë se s'gaboj. Po. Ose të martën. Po. Edhe... S'ka rëndësi, si numër, 25, po. Kemi ngecë në zgjedhjen e kryesisë së kuvendit. Dhe më thonë, këto nëse diku ja spjegon një i cili s'merr veshën politik, ka me u çuditë dhe ka me thonë çka po ndodh aty. Arsyet pse po ndodhin janë, unë sipas meje, janë ego personale, edhe janë situata të cilat janë të lidhura shumë më herët, edhe tani njerëz nuk mund të tërhiqen prej deklaratave të veta. Prej notave. Prej notave. Në rastin tonë që jemi, unë mendoj se secili qytetar ka me pas mundësinë përfundimisht me vlerësu se çfarë po ndodh këtu. Kush po pengon, kush është për zhvillim, edhe kush nuk është për zhvillim. Mi thonë drejt, edhe ne që jemi pjesë asojna... Falë se po më do të më ndërprej, po këtë situatë, si është ka ashe, a i taku me strukturën poshtë të elektoratit tënë? Po. Qka po thojnë ata, vla? Qka, a ka në i kërkesa, po thojnë që, a ju kanë lanë me ata që i një ka bëni burë, abdin? Në 2 muajt e fundit, deri në 2 muajt e fundit janë arsyetuar veprimet e kuvendit, në përgjithësi. Nga komuniteti, nga elektorati. Po këto, tash 2 muajt e fundit, domethënë nuk arsyetuemi me asgjë. Domethënë nuk kemi çush arsyetuemi sepse nënkuptohet që është logjika e bllokimit. Kjo logjika e bllokimit Kosovën nuk e çon askund. Domethënë e fundos, edhe aq më keq që lënë të pabarabartë edhe me shtetet e rajonit, me shtetet më dobta në rajon, ti je tepër mrapa sepse ato të paktën kanë filluar me marr fonde prej Bashkimit Evropian,
për zhvillim dhe integrim, edhe për, domethënë për shkak ne në Kosovë i pret 900 milion në momentin që ne e bëjmë kuvendin, edhe kemi mundësi me ngrit dorë me votu marrëveshje, Kosovës i vinë rreth 900 milion. Është e përshkallëzuar për 4 vjet si duket ajo. Që tjetë për fillon tani. Po, fillon. Fillon tani. Megjithatë, në deklaratë e zotit Bislimi, zëvendës kryeministri i Kosovës, ka thënë që Kosova ka mjaftuar shumë parë. Tashti ajo dhe mund të ketë edhe të rrinë paret, por paret duhet të fillojnë të përdoren, sepse sa ma gjatë që rrinë edhe nuk përdoren, nuk hynë në investime, ju bjen vlerë, zhvleftësohen. Edhe nuk menoj që një shtet mundet me u tregu i suksesshëm nëse ka pare që mbesin, edhe pas 4 vjet i kitë njëjtat vlerë, ndërsa çmimet e tregut kanë hypë 2 fish më shumë. Veton, hipotetikisht se ekonomistat e dinë shumë mirë, se është në rregull, a kemi mjaftueshëm ne, edhe atë pare që e kemi, a jemi duke rrit apo jo. Hipotetikisht, Kosova shkon prapë zgjedhjet e parakoshme. Qa keni më thonë elektoratit, kur ktheheni në bazë dhe Çka ju thet njëri më? Unë mendoj që jeta politike duhet të vazhdoj. Asnjë as qytetarët nuk duhet dorëzohen, sepse qytetarët sigurisht që duhet ta zgjidhin më të mirin, duhet ta kërkojnë më të mirin. Sepse her pas here edhe mund të mashtrohen, ndoshta mund të mos pajtohen me mua, por duhet ta zgjedhin atë që vërtet mendojnë që është për ta. Po më nxjerr shumë pyetje. Jo, jeni 2 përfaqësues nga komuniteti egjiptian. Po, sa radhë jemi 2 përfaqësues që jemi. Jo dhe zoti Elbert Krasniqi. Nga një parti tjetër. Okej. Tani na kishon pas që me pas studio dhe ato, po që nuk e di, s'kemi komunikuar dhe shpresojmë që ta kem. A ka bërë diçka gjatë legislaturës 4 vjeçare që ka qenë për komunitetin, sepse ju nuk keni qenë pjesë asoj legislature, nuk e di, keni qenë një proces gjyqësor, se di si ka shku mbarvajtja deri në fund, po a ka tregu një rezultat që komuniteti e ka prejke, e ka ndje këto? Ne kemi pas fatin e mirë, në kuptimin që 4 vite më parë, për herë të parë në historinë politike të Kosovës, është emëruar një ministër nga komuniteti egjiptian. Dhe unë e kam urue dhe kam qenë falendërues për këtë punë, sepse është bën ndryshim tek e fundit nga një kryet qeveritare që ka qenë zoti Kurd. Një mundësi e tillë që ju ka dhënë zoti Krasniqi, në këtë rast ne kemi pas ministër zotin Elbert Krasniqi, një mundësi e mirë që ka qenë ministër, edhe për 4 vite të plota do duhet që komuniteti egjiptian vërtet ta prekte ndryshimin e gjendja e tyre të ndryshonte. Përkundrazi, unë po flas me shumë përgjithësi, prej asaj situate që ne e shohim në terren, gjendja është keqësu. Është më keq, ka braktisje të procesit mësimor, ka largim masiv të rinjve nga Kosova, nuk ka investime kapitale që ka ndodhur në komunitetin egjiptian, nuk ka pas projekte të cilat kanë mujtë me shku në infrastrukturë dhe në një jetë më të mirë. Domethënë, ka pas buxhetet që ka dyshime edhe për keqpërdorimet atij buxhetit që ka qenë i dedikuar për komunitete. Nuk ka pas investime për shkak në ligje, të cilat që ka qenë ligji për skemën sociale ka mbeti njëjti. Nuk ka pas diçka që për shkak ditën e komunitetit egjiptian akoma se kemi të njoftur me lez. Ka ngecje të jashtëzakonshme në krejt mandatin, edhe duke pasur që ka qenë një shumicë absolute e cila ka mujtë me ndryshu pa pikë problemi dhe nuk ka pas një pengesë. Po e marr një krahasim me komunitetet tjera. Në momentin që Bosnjakt, komuniteti Bosnjak, komuniteti turk, ka pas ministër në qeveri. Për ato vite sa kanë qenë, ata i kanë realizuar gjitha nevojat e tyre që kanë pas. Bendoni që në zgjedhjet e fundit, ose tash nëse e pyet zotin Damka, cilat janë kërkesat përballë kryeministit për një bashkëqeverisje, ai thotë s'kemi kur gjë, i kemi krejt rregulluar. Gjithçka është e rregulluar. Faktin që këta i kanë rregulluar, janë kanë më të kujdesshëm për komunitetin e tyre dhe i kanë rregulluar çdo gjë. E kanë procesin mësimor, vijojnë mësimin secili, nuk kanë racizëm, nuk ka diskriminim ndaj tyre, janë të punësuar në secilin institucion ka të punësuar. Domethënë edhe nuk kanë asgjë për të kërkuar. Ndërsa ne kemi mbet akoma në kërkesat elementare që janë bazike e që ish dashur për këto 4 vite me ndryshu, e sipas asaj që unë mendoj që kjo praktikë e çenurit ministër në secilin qeveri që vjen nga ne është e domosdoshme. Sepse unë mendoj që vetëm në atë formë ndryshon gjendja. Ki plot vendimet që mundë më marrë në qeveri, edhe që janë ndryshon direkt çështjet e caktuara, komunitetet caktuar. Mirë, kur po thonë qeveri, veç duhet me bë qeverinë. Veç me bë, po fillimisht me bani. Unë besoj, dëgjom, kjo është një fazë kalimtare, edhe unë mendoj që shteti nuk është kërkush pronari i shtetit.
shteti është Kosova, edhe qytetarët janë pronar. Edhe me një moment edhe kjo kohë do të jetë e kalueshme, edhe mendoj që do të ketë, vjen koha kur do të ketë një stabilitet besoj fuqishëm, sepse mos më besu që nuk do të ketë institucione, edhe pse jam deputet, kisha hezituar me vazhdu me besu këtu. Po ne s'du dorëzohemi asnjëherë për të ndryshuar edhe për të ardhur një qeveri e cila është stabile. Na kemi nevojë shumë për një qeveri stabile, të përgjithshme, e cila kujdeset për qytetarët, e cila rritet që të Kosovën i ruan partneritetet, i rikthen partneritetet me vendet e mëdha demokratike. Edhe unë mendoj që duhet jemi konkurrent edhe në rajon, edhe ta kemi synim integrimin në Bashkimin Evropian. Shtetet e rajonit, Shqipëria, tashti edhe Serbia ka ecë shumë, Mali Zi, këto veç po i dim se kur kanë me hy në Bashkimin Evropian. Po flitet 2 vjetë Shqipëria do të jetë antare Bashkimit Evropian. Ndërsa ne jemi akoma me sanksione, akoma kemi sanksione. Sipas informatave të fundit, përfaqësuesja e cila merret, si kam tani emrin, po me çelësi si tem, me Shqipërinë, domethënë brenda 2 viteve hapen të gjitha kapitujt. Tani hapen të gjitha kapitujt dhe brenda 2 viteve... Kapitujt, një pjesë e madhe ty janë të hapuna? Po të gjitha do të hapen dhe brenda 2 viteve Shqipëria potencialisht do të jetë pjesë e Bashkimit. Në këto jam shumë i bindur, për shkak duke përcjellë politikën atje, jam shumë i bindur dhe jam i lumtur për këtë punë, por unë tash do doja që edhe Kosova të jetë aty dikun. Kosova ka pas një mundësi shumë të mirë, sepse këtë pjesën e përshtatjes së ligjeve me Bashkimin Evropian e ka pas prej ditës të parë. I gjithë legislacioni është common law, është shumë i përshtatur me ligjet e Bashkimit Evropian. Është e harmonizuar. Është e harmonizuar, baza ligjore është në rregull dhe kjo është sfidë për vende të tjera sepse ata do duaj të ndronin. Sa ne çdo gjë që kemi ndërtuar bazum. Dhe kjo baza ligjore që është kusht kryesor për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian, kjo veç është e rregulluar. Por nuk ka pas një vullnet për të implementuar ato ligje dhe normalisht që edhe raportet që dalin, edhe raporti i progresit, edhe në Departament Shtetit, komuniteti egjiptian dhe të tjerë nuk dalin mirë. Kur takohemi herën tjetër në emision, ke për të mi pru numrat, je pjesë e legislativit, sa fëmijë edhe a keni përmirësu gjendjen e fëmijëve, a kanë nisë shkollimin. Për mu, kjo është shumë e rëndësishme që fëmijët e komunitetit me i viju mësimet, si për ju, si për zotin Elbert Krasniqi. Të pakten ciklin e oltë. Kjo ka rëndësi edhe për mu, si pjesë e kësaj shoqënie, po edhe për ju. Menaj që hapi i parë, që duhet më bëjë, që duhet më punu shumë, që fëmijët me shkuën në shkollë. Unë nuk jam rastisht politik, kam vedije politike dhe bindje politike dhe vedije di pse jam politik. Personalisht kam rri me kanë dikun, për shkak që kam kry shkollë, jam ngrit, ka qenë qelës i suksesit për edhe plot tjerë, nështë edhe se po e marrë shembull edhe bashkëshorten time, domethënë njëjtën gjë ushtron një presion të një doktori i cili është po shërben jashtëzakonisht mirë në klinikën universitare. Edhe këto jemi shembull që këto i kemi mri duke u shkollu fillimisht. Për mu, edhe pike parë e programit PLE-s, partisë që drejtoj unë, vazhdimisht është pika e parë është arsimimi. Vazhdimisht pike programit, nëse unë është në faqen tonë, është arsimimi. Për mu qelës i suksesit është nëse e kam secilin fëmijë në shkollë. Ne kemi arrit në kohën tonë, sepse ne kemi pas një pauzash 4 vjeçare, na kanë largu pa drejtësisht, por paraprakisht ne në secilin institucion kemi arrit me siguru vendime ku ka pas një qasje, një lloj diskriminimi pozitiv. Edhe në nivelin fillor, fillori ka qenë i obliguar, por e kemi detyruar secilin fëmijë me shkuën në shkollë. Po flas deri para 4 viteve. Para 4 vite ne kemi shkput dhe prapë situata na u ka kthy mrapa, sepse s'ka pas kujdes. Ka pas regres, domethënë. Regres, në këtë periudhë ka pas regres. Deri para 4 vite kemi arrit me pas 12% në institucione publike, universitare, vendet të garantume që janë për komunitet. Edhe në fakultet në regjistrim, edhe në mens dhe vendbanim, edhe në nivel masterit edhe doktoraturës. Domethënë ne kemi një vendim prej ministrisë që kemi siguruar një 12%. Njerëz që garojnë duhet me shku në fakultet, janë kont pa barabartë me tjerë, edhe kemi siguruar një kuotë që kjo na ka ndihmu që ne deri 100 studenti kemi mbrana vitit që studiojnë. Në nivelin e mesëm kemi pas problem në secilën shkollë, kemi obligu secilën shkollë me një vendim të ministrit të asaj kohe, kemi pas zëvendës ministrin tonë në atë ministri, zotin Artan Berisha, dhe ai ka arrit me nxjerr një udhëzim administrativ
që e ka detyruar secilën shkollë të mesme nga 5 pjesëtarë të komunitetit eziptian dhe ashkali me i pas pjesë të shkollës tyne. Sepse ndryshe nuk ka pas mundësi me hy, i kanë largu në format të ndryshme edhe kjo na ka ndihmuar shumë. Sfidja jona tash që është niveli parafillor. Tek ne, këtu është pabarazia. Pabarazia nis qysh në nivelin në klasën e parë. Pjesë e madhe e fëmijëve që janë të klasës parë, fillojnë mësimin, dalin klasë parë, por paraprakisht i kanë pjesën e parafillorit, i kanë të kryme dhe e din alfabetin e kanë në parafillor. Dhe më thonë, ndërsa fëmijët e komunitetit tonë, ata fillojnë prej klasës parë, por duke mos e pas këtë bazën. Dhe më thonë se kopshte nuk ka diçka për... Ka publike, por jo të mjaftueshme dhe jo që... Jo, po flasë që të ketë kopshte të shtetit. Edhe të shtetit aty ku janë, një pjesë e madhe aty janë me pagesë, sepse ka një obligim që duhet me banë. Për shembull, ku ka kopshte jashtë objektit shkollor, ka një kaste që duhesh me pagu. Dërsa ka praktika kur në shkollë, është pjesa e parashkollorit, që në atë pjesë, dhe më thonë, edhe ne kemi ngecit që na duken vezël fëmija për miqu, por kjo është një sfide jona që prej atëherë ne do të regulojmë tani, dhe më thonë, prej parafillorit e matutje, sepse kjo është pjesa kryesore. Kjo është shumë e rëndësishme. Të kthehemi, po më që për mu kanë qenë shumë të rëndësishme këto tema, më shtjerë. Kemi pa shumë emisione, debate, po nuk është që i kanë trajtu me kujdes, sepse të ne në për studio televizive kryesisht provohet moderatorët ose udhëhecat mu të regu shumë adishëm se ato që e ke ftu për me marrë informacion për çka është ka ndodhë. Për mua shumë e rëndësishme kjo çka folëm edhe për të gjithë ne që jetojmë në këtë shtet, që e thithim këta ajrë të përbashkët. Për te i kësaj, këtë kjo zalamahi që është ka ndodhë për të këto muaj nga data 9 shkurt që kanë përfundu zgjedhjet në Kosovë, edhe deri sot që po flasëm me datën 3 qershor, kanë shku disa muje, 25 seanca, një serial bajate monoton, më thonë drejtën këni nisë më na i morë dhe punën e aktorëve. Se na kena episodin çdo javë, ju çdo 48 orë. Çka është ka ndodhë? Jo, qeveria aktuale në detyrë është hermetikisht e mbyllur, nana ashta po duhet me ftu juve për me marë informacione që përna u duhen neve, po për venin sepse nuk jep kërkush deklarat. Kryeministri kalon para media si para vorëv, nuk jep kush deklarat, nuk flet kush seriozisht e sinqerisht ka është ka shkon që kjo ven, qeveria lavdrohet me numra, shporta konsumatorët u shtrejtu, rryma u shtrejtu, mirëqenia u vështirësu për të gjitha komunitetet. Jo e keni taku kryeministrin, me negociu për pozicione qeverisë që është këtë normale, që ka thejke o vla? A thejke na i sen, që ja vlen me do edhe me këtë neve? A kish brenga, apo është shkput prej masës edhe ma tash është në tjetër pozicion edhe nuk e ndjenë? Zoti Kurti e ka një mbështetje cila nuk është e vogël, është 42%. Më thonë të qytetarët cilët besojnë në partinë e tij, edhe në të. Edhe kjo është një përgjithësi që është jashtëzakonisht e madhe. Do më thonë, ati 42% e njerëzve, pjesa më e madhe, i ka dhënë përgjithësi për të qeverisë. I ka dhënë një detyrë, i ka dhënë mundësinë sepse i pari në rezultat, i pari në të drejtën për të bërë institucionet. Dhe normalisht përgjithësia e Zotit Kurti është e tij. Kemi pas disa takime, do më thonë, para se me hynë këtë raundin e votimeve për kryetarët kuvend, sepse prej atër nuk kemi pas, sepse jemi në bloku në pjesën e kuvendit, unë e kam bërë qartë pozicionin tim. Kur po thot kemi pas disa takime, keni pas takime me Zotin Kurti, apo me eksponent? Jo, me Zotin Kurti, për mu kërkes e parë ka qenë, momentin që kanë dorë rezultatet, kanë fillu me kontaktu edhe të tjerë, unë s'kam pranu, kam kërku që takuem me Zotin Kurti, sepse kjo na bën më mirë, sepse herë pas here me ndërmjetësues e kalumja jo në keq që ka ndodhur për shkak të ndërmjetësuesve jo të sinqert. Edhe unë kam kërku me pas takime me Zotin Kurti dhe kemi arrit çdo gjë me diskutuar mes nesh. Si parti që jam, domethënë jam një komuniteti, por kam parime
edhe fillimisht e kam bërë qartë që unë jam pjesë e një qeverie cila më respekton. Do thonë, një qeveri që ka kujdes për mu, ka kujdes për komunitetin që përfaqësoj dhe normalisht du me pa një program qeveritar që është për krejt Kosovë. Tash, ne kemi mbet në atë diskutim. Më parë mi pajtu që mund bashkëpunojmë, por normalisht i kam pas kërkesat e mia. Diskutimi nuk ka qenë i keq, në kuptimin që se cili kryeministër, kur e merr një mandatar për kryeministër, e merr një 42%, e ka një luks të mirë edhe për të qenë premtues në qeverinë e tij. Dhe atje ka mbet. Domethënë, ne kemi mbet në fazën e diskutimeve. Në atë kohë, edhe zoti Kurti e ka kuptuar që ne kemi nevojë me ngut në procese, kemi nevojë me pas një qeveri stabile, të qëndrueshme. Ky diskutim ka qenë mes nesh, ndërsa pastaj kur kemi hyrë në fazën e kuvendit, kjo ka qenë goxha e papranueshme për mua. Edhe me të thonë drejt, unë personalisht e kam votu kryetaren e kuvendit, sepse e kuptoj drejt që kryesia e kuvendit duhet të bëhet dallon me qeverinë, edhe në momentin që ishte bëhet kryesia e kuvendit kishte ecë koha rrjedha e bërjes së qeverisë. Edhe më ndaj kishim marrë në një moment parlamentarën, keni votu pro. Unë kam votu pro kryetaren e propozimin e VV-s për kryetaren e kuvendit zonin Albulin Haxhiu, sa ka dalë me emër, unë kam votu. Edhe unë kam deklaruar që unë do ta votoj kryesinë e kuvendit pavarësisht kandidatin, dhe pse normalisht mund me pas ndonjë problem me dikën, por unë kam vendosur me votu. Në momentin që ka ardhur votimi, ka ardhur propozimi për të votu fshehur, edhe për të bërë komisioni, unë jam çaj deputeti që votoj kundër. A jo e në çaj, a? Unë jam çaj deputeti. Se pikna ka pas bërë kush çaj. Sepse unë mendoj që një proces, një kryetar e kuvendit është një institucion që është duhet me qenë shumë i respektuar, edhe unë mendoj që nuk ka asnjë kuptim ai që don me votu kryetarin e kuvendit duhet të jetë i lirë dhe mund ta votoj. Nuk mendoj që duhet të shkojmë votimin e fshehtë, sepse pastaj kena me hyrë në konspiracione edhe në një pasiguri institucionale. Edhe tash po e presim një vendim gjykatës kushtetuese, sepse është shku për mu interpretua, lejohet votimi i fshehur, por ai nuk e bën zgjidhjen, sepse nëse nuk janë numrat, si fshehur, si hapur, nëse nuk e votojnë dhe mbetet ashtu. Që unë pres zoti Kurti me fillu kështu në mënyrë të bindshme, me bind parti tjera, me u përshtat pak a shumë, sepse ka parti që kanë thonë e votojnë vetëm me ndru kandidatin. Jo jeni për marrëveshje politike. Nuk mundet me funksionu, me kuptu të qartë një herë për gjithmonë. Ne jemi shtet që nuk mundet me funksionu pa marrëveshje politike. Një herë ka ndodhur kur një parti ka pas shumicën, edhe ka mujt me qeverisë vet. Në raste tjera mund të jetë, nuk përjashtohet mundësia, por në Kosovë ashtu qysh është ndërtu, qysh është vendos për çfarë forme qeverisjes, nuk mundet asnjë parti politike me kanë pa marrëveshje politike. Do të thonë, pa qenë parti në marrëveshje, nuk mundën me ndërtu as kuvendin e Kosovës, konstituimin, po as qeverinë, sepse janë numrat, janë 61 numra. Aq më tepër jeton kur ne në mars të vitit të ardhshëm ose në prill të vitit të ardhshëm kemi zgjedhjen e presidentes, që ai procesi kërkon 81 deputet, e në situatën që ne jemi, është goxha pamundshme me i kërku. Këtu janë dy momentumet që sipas meje, si jurist që jam, kjo çështja e kryetarit kuvendit don interpretim kushtetues, don më çunë në gjykatë kushtetuese, edhe më dhon sqarimi sipas meje ka më dhon njëjtë që është dhënë për qeverinë, sepse logjika bllokimit nuk duhet me kon Kosovë. Me shku pa fond. Jo, s'mund me shku pa fond, për shkak duhet me dhënë një afat kur mandatari i parë e çet propozimin, nuk i ka numrat, duhet me kalu në të dytën, sipas meje, sepse nesër ndrojnë pozicionet e prap përdoret këtë formë, dhe çështja e dytë është sipas meje është e domosdoshme zgjedhja e presidentit nëpërmjet qytetarëve drejt për drejt. Me shku me votë drejt për drejt, jo me kanë në kombinimin e kuvendit tonë, sepse kjo po ashtu e jap një paqëndrueshmëri qeverisë, sidomos sepse e din që prapë ka në një pas varet, është ndërlidhur, është ma e rrugës me shku direkt edhe ne edhe precedentu tjetër. Mendoj që edhe sot kjo është çështja kryesore pse nuk bëhet qeveri, është problemi që e dim sakt sot që në mars mund të shkojmë në zgjedhje. Te presidentja ka ftuar një takim, tema e takimit është për zgjedhjet lokale. A mund të fshihet mbrapa kësaj teme edhe negociimi ose shtyrja përparja, ose sponsorizimi,
ulljes së tensionit mes partive, mi taku pak, se kur takohen. Jo, kjo s'ka të baj, kjo që është ftu për zgjedhje lokale, nuk ka të baj fare që zgjidhjen ndihmon zgjedhjet qendrore. Është momenti i fundit kur presidenti duhet t'i thret partitë politike në konsultim, edhe të vendosë për datën, sepse ligjërisht kështu kërkohet, më duket deri në 4 muaj përpara me u caktu data zgjedhjeve tash në këtë rast zgjedhjeve lokale. Po. Edhe ne jemi të ftuar po ashtu nesër do të jemi në takimin me presidentin që do të diskutojmë për caktimin e datës zgjedhjeve lokale. Aq, nuk e lidh. Ka fjalë që po planifikohet që të shkojmë zgjedhje qendrore me zgjedhje lokale. Kjo i ban dëm demokracisë dhe ka me kanë shumë me komplikume për qytetarët që të shkojnë në dy parë zgjedhje edhe lokale. Në fakt 3 flet votime do t'i kenë, mund t'i kenë atëherë dhe pastaj sigurisht që nuk do të reflekton vullneti qytetarit ashtu qysh janë vetëm zgjedhjet qendrore veçmas ose zgjedhjet lokale veçmas. Jemi fare në fund. Qysh e si zgjidhje përfundimtare? Do doja shumë që ta kishim një qeveri stabile, një qeveri e cila siguron shumicën në momentin që jemi, sepse ndoshta ma vonë edhe me 61-62, por në situatën që jemi, do doja që ta kenim një qeveri e cila është me 81 deputet, minimum 81, që ne e kemi të zgjidhur atë çështjen e presidentit. Një qeveri e cila është e përgjithshme ndaj kërkesave të qytetarëve. Qysh e shoh unë mendoj që kjo krijimi i vijave të kuqe në praktikën e Kosovës ka bë dame. Domethënë, nuk ka arrit me lënë hapësirë që njerëz me bashkëpunu. Gjuha që është përdorur duhet definitivisht të mos jetë ajo gjuhë në asnjë situatë, edhe këto barierat që janë prej partive politike, domethënë na krijojnë një pasiguri që na me mujt me siguru një qeverisje. Nuk po shoh që këto çapë dëshiroj unë, nuk po shoh që është diku në fund tunelit, po megjithatë ka marrë një moment kur vërtet kena me kuptuar sepse qytetarët kanë filluar me durimin, edhe unë besoj që qytetarët nuk kanë me na leju, ka me pas një lloj presioni publik që na mu detyru me pas një qeveri e cila duhet jetë sa më parë, sepse kjo është me këto çapo ndodh është humbje jashtëzakonisht e madhe për Kosovën. Veton, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit tonë. Faleminderit Veton, ishte kënaqësi me qenë me ty sot. Shumë faleminderit. Miqtë e mi, deri në emisionin tjetër, mirupafshim.